A ke ndjerë ndonjëherë atë boshllokun që të shtrëngon gjoksin pa të pyetur? Ajo ndjesia që të vjen kur mendja të ikën larg, në një vend tjetër, te dikush që s'është më apo aty tek ti. Në fakt jemi një popull që ecim përmadhin për shtëpinë. Përmadhin kur i lam prindrit me kokën mbrapa, kur ikëm për në emigrim, apo me madhin që kemi dhe kujtimet nga fshati i fëmiris ku jemi lidhur, apo edhe për aromën e bukës së bërë nga dora e nënës sonë. Gjithashtu edhe për zërin e babait kur na thoshte vajzë ose djalë, mbaj veten se jeta është shumë e fortë. Por në fakt jeta na mësoi të bëhemi më të fortë se dhimbja. Na mësoi të shohim edhe kur syt tan lotojnë, sepse ne shqiptarët kemi një zemër që nuk thyhet kollaj. Ajo dhëmb, por ne nuk dorësohemi. Sot dua të flas me ty, por jo thjesht si një mik, por si një shpirt që ka kaluar nëpër të njëjtat stacione, ashtu si dhe ti. E di që ka net që s'mund të flesh, kur kujtimet bëhen më të zhurmshme se çdo zë tjetër. Por je këtu. Ende qëndron. Ende jeton. Podcast është për ty që e ke lënë zemrën në mes të dy kufinjve. Për ty që lufton çdo ditë, por nuk harron asnjëherë nga ke ardhur. Hajde ta çlirojmë pak madhin bashk, sepse ndonjëherë një fjalë është më e mirë dhe mund të bëhet dritë në çdo errësirë. Faleminderit që ishte me mua. Shihemi në një tjetër podcast.